Tabernakulli i lutjes. Mësime nga jeta e lutjes e Mojsiut. Mark Partin. Ky libër vjen në shqip nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me lej. Hyrje. Në Bibël gjejmë afërsisht 650 lutje. Në secilën prej tyre, shohim njeriun që i drejtohet Perëndisë, që i kërkon Perëndisë të ndërhyjë në jetën e tij apo rrethanat e tij. Ndonjëherë Perëndia përgjigjet me njëherë dhe ndonjëherë ai e vonon përgjigjen. Megjithatë, vonesa nuk është domosdoshmërisht refuzim. Vonesa është një kohë gjatë së cilës ne mësojmë të këmbgulim në lutjet tona. Kështu, sigurohemi që lutjet tona të jenë në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Sigurohemi që jeta jonë të jetë në pozitën e duhur për të lutur. Sigurohemi që lutjet tona të jenë me të vërtet lutje. Lutja është rasti kur njeriu flet dhe komunikon me Perëndin, Atin ton qellor. Psalmisti na thot që lutja është lartimi i shpirtit ton tek Perëndia. Psalmi kapitulli 25 vargu 1. Lutja është hapja e zemrës son para Perëndisë. Psalmi kapitulli 62 vargu 8. Lutja është një klithmë drejtuar Perëndisë. Psalmi 86 vargu 3. Shkrimtari i letrës drejtuar hebrejve na thot që lutja është dalja para fronit të hirit. Hebrejt kapitulli 4 vargu 16. Lutje do të thot që t'i afrohesh Perëndisë në përbashkësi me pastërti dhe besim. Jakobi kapitulli 4 vargu 8. Apostulli Gjon na thot që lutja është temjan frymëror për Perëndin. Zbulesa kapitulli 5 vargu 8. Ne duhet të bëhemi burra dhe gra të lutjes që dinë se si të luten. Çfarë kanë thënë burrat të shquar në lidhje me lutjen? Në librin e tij, The Complete Gathered Gold, gjithë ari i mbledhur, John Blashard citon shumë burra dhe na tregon mendimet e tyre në lidhje me lutjen. Dëgjojini fjalët e tyre. Lutjet më të mira shpesh kanë më shumë shërëtima se sa fjalë. John Bunyan. Në lutje është më mirë të kesh një zemër pa fjalë se sa fjalë pa zemër. John Bunyan. Lutja është djersa e shpirtit. Martin Luther. Lutu derisa të arrish të lutesh. D.M. Mctyre. Lutja është shumë herë më e vështirë se sa t'i thuash fjalë Perëndisë. John Blashard. Nëse nuk keni përjetuar kurrë vështirësi në lutje, është absolutisht e sigurt që nuk jeni lutur kurrë. Dr. Martin Lloyd Jones. Lutja nuk është një monolog, por një dialog. Zëri i Perëndisë që i përgjigjet zërit tim është pjesa më thelbësore. Dëgjimi i zërit Perëndisë është sekreti i sigurisë që ai do të dëgjojë zërin tim. Andrew Murray. Lutja e vërtet lind nga të qenit i pathyeshëm për brenda. Francis J. Roberts. Ky është njeriu dhe asgjë më tepër, rob i gjunjëzuar para Perëndisë. Robert Murray. Lutja është ushtrimi kryesor i besimit. John Calvin. Masa e shtratit të çdo të krishteri është jeta e tij e lutjes. Vance Havner. Burrat e Perëndisë janë gjithmonë burra të lutjes. Henry Mahan. Askush nuk është më i madh se sa jeta e tij e lutjes. Leonard Ravenhill. Perëndia nuk bën asgjë mbi tokë, veçse i përgjigjet lutjeve me besim. John Wesley.
Prezantim me Mojsiun. Mojsiu lindi gjatë një kohe kur foshnjat djemë të hebrejve nuk ishin të mirëpritur në shoqërinë e asaj kohe. Faraoni i Egjiptit po i vriste foshnjat djemë të hebrejve për ta kontrolluar popullsinë e tyre. Mirëpo Mojsiu u lind nga dy prindër të perëndishëm, të cilët rrezikuan gjithçka për t'ju bindur Zotit. Ata ja dolën që ta mbanin gjallë atë, ndërkohë që Perëndia i udhëzoi dhe i drejtoi në çdo hap të tyre. Gjithçka që Mojsiu përjetoi gjatë jetës së tij kishte për qëllim që ta sillte atë në një pozitë dorëzimi të plot, në mënyrë që ai të ngrihej nga Perëndia si udhëheqës i bijve të Izraelit. Mojsiu do t'i udhëhiqte ata jashtë skllavërisë së Egjiptit. Megjithatë, më tepër se kaq, përjetimet e tij kishin për qëllim që të ngjallnin te Mojsiu dëshirën për të qenë në praninë e Perëndisë, në tabernakullin e lutjes. Lutja është shërbesa më e madhe e të krishterit. Megjithatë, kjo nuk është një shërbesë në të cilën zgjedhin të përfshihen shumë të krishterë. Shpresoj që ndërsa udhëtojmë bashkë, do të fitonim një kuptim më të madh mbi lutjen, dhe kështu do të hynim në tabernakullin tuaj të lutjes.